Jeta brenda burgut më brutal të Rusisë. Thellë brenda Arktikut, më shumë se 1200 milje në veri të Moskës, ndodhet kampi më fatkeq i burgut të Rusisë, FK-13, i njohur gjithashtu si ujku polar. Vendasit e quajnë burgun fundi i botës, dhe nuk është e vështirë të kuptosh pse. I ndodhur pranë fshatit Karp, brenda rrethit Arktik, ujku polar është plotësisht i shkëputur nga bota e jashtme, duke bërë atë vendin e përsosur për dërguar të burgosurit më të rrezikshëm të Rusisë. Kampi i burgut është shtëpia e të gjitha llojeve të kriminalëve të dhunshëm që do të prisnit, vrasës, ajdut, spiun dhe tradhtar. Por ai strehon gjithashtu një klasë tjetër të veçantë të burgosurish, disidentët politik si Aleksej Navalny. Navalny është një nga kundërshtarët politik më të frikshëm të Putinit. Në vitin 2020, Putin u përpoq të almojë atë me një agent nervor vdekjeprurës, por Navalny mbijetoi. Kështu që Putinit i u desh të përdorë gjën tjetër më të mirë, të futej në burg Navalny me akuzat sajuara. Fillimisht, Navalny u mbajt në një burg afër Moskës, por më 5 dhjetor 2023, ai u zhduk pa lënë gjurmë. Navalny ishte ndjer i sëmur javën para se të zhdukej, kështu që kur avokatët